jam rritur me Partinë Demokratike, 18 vjeç, e kam të kultivuar, e kam në gjak, e kam si ndjenjë, e kam si çdo gjë, domethënë, nuk është problemi, sepse shumë mirë mund ta zgjidhja edhe unë si tjerësh, e kisha potencialin politik kaloja në krahun tjetër. 5 minuta. Madje e kisha edhe më të avancuar, sepse fundit ta ka nevojë edhe për njerëz profesionista, përveç se të njerëz të politikës. Por gjithmonë kam qëndruar stoik për të ecur para, për të quar përpara, luftë i vetëm, domethënë, unë nuk e harroj që kam hequr 2021-2024 me Vulën. O ma merrni në ska, domethënë në kuftimin ato vite. Ore, po nuk kam çedua Vulën. Vula është ndjenjë, është moral, merre Vulën, çedo. Vula e Partisë Demokratike duhet vetëm ditën kur të regjistrohesh në zgjedhje, asnjë moment tjetër. Madje qeshnim nga njëherë se unë marrëdhënie të mira me gjithë, me kryetarët, ajo ishte më shumë luftë qendre, po ne në terren aty kishim marrëdhënie të mira. Qeshim nga njëherë me zotin Hoxha, me kryetarin e rithemelimit dhe thoshte, ore do njëri një vërtetim, thotë që ka qenë antar PD-ja, do ja japësh çik ti firmosi atij se ke qenë ti kryetar në atë kohë me Vulse. Unë firmos pas 11 qershorit, domethënë bëjmë dhe shakara të tilla, por na vjen keq sepse kemi vendosur që në Vlorë të rrisin fëmijët në një qytet që me të vërtet duhet i rrisin fëmijët në atë qytet, por kur e shikojmë në këtë mënyrë nuk mundet. Në këtë mënyrë është i pajetueshëm. Është qytet aq i bukur, aq i mirë për të ardhur në një drek, për kaluar një ditë, 2 ditë, për të bërë plazh, se kur jeton pastaj e fillon e kupton atë pjesën e qytetit.